Gjendemi këtu në njësinë e parë zgjedhore pranë shkollës fillore në Infrashëri në fshatin Studeniqan. Forcat policore po mbajnë rendin dhe qetësinë edhe pse qytetarët nuk u ankuan për prishje të rendit. Qytetarët gjithashtu shpresojnë edhe në zgjedhje të qeta dhe pa probleme. Procesit zgjedhor në fshatin Studeniqan po i bashkangjiteshin edhe një fluks votuesish. Komisioni zgjedhor në këtë vendbanim thanë se gjithë procedura ka shkuar sipas planit dhe se deri në këtë orë nuk është paraqitur asnjë lloj parregullësie. Drejta nuk ka probleme, zgjedhjet janë me të vërtetë në nivel duhur. Nuk kemi diçka që të ankohemi se diçka këtë në rregull është. Sa po vinë qytetarët? Po deri tash prej 828 votuesve kemi mbërë mbi 300 janë që kanë votuar deri tash. Duhet me votu për çfarë kemi dalën. A keni votuar edhe zgjedhjet e kaluara? Po kemi votuar. Është rastësisht shumë. Duhet me rasete. Ama për ku ajo është votojmë shept. A keni votuar edhe zgjedhjet e kaluara? Po. Si u duket sot dita? Si do shkojnë zgjedhjet? Së ditë pse vajta shone. Gjendemi këto pranë shkollës fillore në Infrashëri në fshatin Moran. Edhe kjo shkollë bën pjesë në njësinë e parë zgjedhore. Sipas komisionit zgjedhor në këtë vendbanim, deri në këtë orë kanë dalur të votojnë diku rreth 50% e banorëve të këtij fshati. До сега са излезени около 50% на ovo избирачко место. Точно во 7 без проблеми. До сега гласањето се одвива во најдобар ред. Qendrat e votimit janë hapur në kohë në orën zyrtare që është e caktuar për të filluar procesi zgjedhor, ndërsa pritet që të mbyllen në orën 19 të mbrëmjes.